Përshëndetje fëmijë, mirë se vini në bota jonë. Unë jam Adia Kurtodhe dhe përshëndetje për ty Gjiria. Përshëndetje Adia, përshëndetje për ty dhe për gjithë shikuesit e televizionit DTV dhe me të dashurit e këtij televizioni që janë fëmijët që ndjekin emisionin Bota Jonë. Mirë se po takohemi edhe këtë të diel duke sjellur para jush nxënës të cilët do të na beqatojnë emisionin tonë. Por natyrisht, para se të fillojmë dhe të prezantojmë të ftuarit tonë, unë do të falenderoj studion e bukurisë Majra, të cilat përkujdesen për dukjen time në emisionin Bota Jonë. Sot të ftuar në emision kemi 3 nxënës të shkollës Ndremjeda. Shkolla Ndremjeda gjendet në fshatin Rakosh të komunës së Istogut, një shkollë ku edhe unë kam përfunduar shkollimin fillor, kështu që për mua është kënaqësi shumë e madhe të kem nxënës ndryshe bashkëvendasit e mi, të cilët po rriten, po shkollohen aty dhe patjetër që do të vazhdojnë shkollimin edhe më tej. Në studio kemi të ftuar Erblina Brahimaj, Loris Sylaj edhe Erona Haxhiaj. Mirë se keni ardhur në emisionin Bota Jonë dhe në televizionin DTV, është kënaqësi e madhe të ju kemi në studio. Ju faleminderit për ftesën. Është hera e parë cilët paraqiten para kamerave dhe jem pjesë e një emisionit, kështu që emocionet normalisht janë të shumta, por është e kuptueshme edhe nëse gabojnë sepse ne jemi njerëz dhe gabimet janë njerëzore. Apo na tregoni fillimisht si kaluat rrugës për tek studiot tona? Mirë. Gjithçka shkoi mirë. Erona, si kalove ti? Loris? Kaluam shumë mirë, gjithçka është në rregull deri këtu. A patët problem me kolona apo diçka apo jo? Jo. Në rregull. Adea, apo dëshiron me fillu me pyetjet apo të vazhdojone? Po fillojun. Si e përshkruani përvojat në shkollat e juaja? Përvoja në shkollën Ndremjeda në Rakosh është një përvojë e veçantë, të cilën e kam fatin që të jem nxënëse edhe të vijoj mësimet në atë shkollë. Është një shkollë e qetë, është një shkollë me një kolektiv edhe nxënësa të përkushtuar, kështu në radhë. Përvoja jonë në këtë shkollë është shumë e mirë sepse në fshat në shkollën tonë është shumë qetësi dhe e kemi mundësi që të fokusohemi gjatë orës mesimore. Erona? Është e thjeshtë, por shumë e përkushtuar ndaj mësimdhënësve të kënej dhe shumë bashkëpunuese. Për shkak që nxënësat kanë pak emocione, kështu që ti hequn pak emocionet. Unë si nxënëse në atë shkollë, normalisht kam kaluar shumë mirë. Kemi qenë ndoshta ta themi një shkollë ku ka pasur nxënës më shumë sepse tash e di që numri i nxënësve ka rënë dukshëm, duke qenë se një pjesë shumë e madhe po lëm fshatin, po dalin në qytet edhe një pjesë po braktisin komplet vendin. Apo më tregoni si është të shkolluani në një shkollë ku nuk ka shumë nxënës? Natyrisht që përkushtimi i mësimdhënësave është akoma më i madh, duke qenë se numri i nxënësave është më i vogël në klasa dhe jo mund të zhvilluani ta them ose të mësoni akoma më shumë, duke qenë se jeni vetëm një numër ta themi pak më i vogël. Loris, si është për ty? Unë mendoj që klasa me pak nxënësa mund të ndikoj pozitivisht sepse mësimdhënësat mund të kenë hapësira më shumë gjatë orës mësimore që t'ju përkushtohen të gjithë nxënësve. Apo na tregon si rrjedh procesi i mësimit për shembull në një lëndë të caktuar? Ose ta themi lëndet më të vështira, matematika, gjuha shqipe, ose këto janë ndoshta lëndë të cilat keni çdo ditë apo? Po. Si për shembull në matematikë, së pari fillojmë me detyrat të shtëpisë, të cilat na ka japur arsimtari që të përfundojmë, tani vazhdojmë me shpjegimin e orës mësimore dhe në fund përfundojmë se si e kemi kuptuar në njësinë mësimore. A ka nxënësa në klasën tënde që ndoshta vinë ndonjëherë pa përgatitur, edhe pse një numër i vogël, e besoj gjithë i kuptoni, pa ka ndoshta ndonjë nxënës që është pak sa më dembel? Po. Ka. Erblina? Po, në shkollën tonë ka më pak nxënësa, numri i nxënësave është dukshëm, por që mësimi është më cilësor, mësimdhënësat në përgjithësi kanë kohë më shumë me ja kushtu nxënësave gjatë orëve të mësimit. Gjithashtu edhe te unë vjen mësimi njëjtë, orët e mësimit vijnë njëjtë si edhe te parafolsi. Edhe të unë ka nxënësat cilët janë pak ma dembela. Ma dembela që nuk mësojnë, apo? Erona?
Njëjtë, domethënë në njësia, domethënë mësimi arsimtarit që shpjegon është njëjtë. Domethënë fillojmë me detyrat e shtëpisë që na ka jam mësimdhënëse, tani shkojmë duke shpjeguar mësimin, dhe në fund çka kemi kuptuar për njësisë edhe Në klasën tënde, a ka nxënësa të cilët janë më pak të përkushtuar, sepse besojnë se cilën klasë ekzistojnë të nxënësa. Duke qenë se është numri i vogël, a krijohet ndonjëherë zhurmë në klasë? Sepse zhurma është ajo cila pengon procesin mësimor. Dhe pastaj dalin ta quajmë pengesa të tjera tek mësimdhënia. Lores? Në klasën time ka ndodhur ndonjëherë të disa arsimtar të caktuar, të cilët janë me të bute dhe për të sjellur për mësimdhënësit, dhe mësimdhënësit të cilët nuk kanë qenë të interesuar që të mësojnë e kanë shfrytzuar këtë dukurit e dobët dhe kanë bërë zhurmë. Erblina? Te klasa ime ka nxënësa, po janë shumë të paktë, edhe arsimtarët e bëjnë orën aq atraktive. Erona? po domethënë arsimtari domethënë gjithë secilët ja domethënë përshtat detyrën, edhe nuk kanë kohë domethënë më merr me sa të tjera. Adia, ke pyetje? Po, a ka ndonjë mësimdhënë që shpreh negativ te ju? Jo, mësimdhënësat në përgjithësi janë gjithë pozitiv, munduan që mu sill sa më ngrohtë, sa më mirë me neve, por që nga njëherë mundet që ndonjë nxënës me ja kesh përdora gjë, edhe pak duhet me kthy Duhet me ngrit pak zonë edhe me ngrit vretjen, sepse une e di që nxënësat nuk munden ndoshta të shprehen në formën që mund të shprehen unë, sepse une kam qenë mësimdhënëse edhe e kuptoj jashtëzakonisht mirë se si menaxhohet një orë mësimore dhe se çfarë mund të ndodhë brenda një orës mësimore, por mësimdhënësat gjithmonë detyrohen të ngrisin zonin ose të japin vërejtje tek nxënësit kur nxënësi e tepron ta themi me një sjellje të keqe të tij. Erona? Janë të pakta ata mësimdhënësa në kolektivin e në shkollës Ndërmjeda, domethënë ka veç mësimdhënës pozitiv që janë mbështetës ndaj neve, edhe nuk ka domethënë të si mësimdhënësave. Loris? Po ashtu edhe tekon, mësimdhënësat pothuajse në shumicën e rasteve janë pozitiv dhe ne mund të afrohemi me ta në çdo lëndë mësimore. Më tregut ma herët të tretë që jeni kryetar të klasave në shkollën Ndërmjeda. Erblina në klasën e 9, Loris në klasën e 6, edhe Erona në klasën e 8. Eron, apo më tregon se si ka rrjedhë procesi, ndoshta ta them, i zgjedhjes tënde si kryetare klasës. Ndonjëherë po shohim raste të shumta kur vajzat janë në kryesi të klasës, edhe pastaj në kryesi të shkollës, por si ka rrjedhë procesi yt? A ka qenë ndoshta ta themi një pozitë cilën e ke dashur gjithmonë, apo ndoshta je nxënësja më e mirë në atë klasë dhe në një farë forme të shtofruar ajo pozitë e ke pranuar? Domethënë na e bëjmë sipas nxënësit të mirë, por edhe me bashkëpunim me nxënësit të asaj klasës, edhe domethënë kryesin e zgjedh domethënë kujdestar me bashkëpunim me neve. Tjetër A ndrohet kryetari i klasës në shkollën tuaj në çdo klasë, apo vazhdon të mbetet i njëjtë duke qenë se ndoshta ka pasur performancë të mirë si kryetar klase dhe pastaj ka qenë i kënaqur kujdestari i klasës, nxënësit e klasës, drejtoria e shkollës dhe ka mbetur prapë i njëjti nxënës? në disa raste po, por zakonisht ndrohen çdo vit. A mundesh më na fol për përvojën tënde gjatë këtij viti, se po ta themi jemi në fund të vitit shkollor? Domethënë kemi pas një, domethënë si kryetar e klasës, kam me bashkëpunim me drejtorinë që mbajnë domethënë mbledhjen çdo muaj dhe jemi të informuar për çdo gjë që ka brenda shkollës. Po. Edhe në që ndodh në atë mbledhje me kryesin e nxënësve, na si kryetar i shpërndajmë ato nëpër klasat tona dhe A është ndonjëherë ndonjë nxënës i cili ta themi është i pakënaqur me kryetarin ose kryetaren e klasës? A keni dëgjuar ndoshta brenda shkollës ndonjë rast të tillë? Apo jo? Jo, s'keni dëgjuar. Loris? Po ashtu edhe tekon, kur kam dalur në klasën e 6,
e kemi bërë votimin bashkë me kujdestaren, bashkë punim me të, dhe në bazë të votave ai i cili ka qenë nxënësi më i mirë dhe që ka marrë vota më së shumti, është përzgjedhur kryetari i klasës. Evelina? Njëjtë edhe të unë, kryetare klasës, jam edhe kryetare klasës, po jam edhe kryetare këshillit nxënësave të shkollës. Si kryetare klasës është një përvojë shumë e mirë dhe për shkak se edhe klasa nuk është e zhurmshme, edhe kujdestarja e klasës është shumë e mirë kuptueshme. Si zgjedhja e kryetarit të klasës bëhet njëjtë si te klasë tjera, pra në fillim vitit jepet ndonjë propozim nga kujdestarja e klasës ose jepet ndonjë propozim nga nxënësat edhe asaj klase, edhe në fund përmes votave zgjidhet kryetaria. A keni pasur ndonjëherë, kjo pyetje është për të tretë, mund të përgjigjeni cili doni. A keni pasur ndonjë problem brenda klasës që ju si kryetar është dashur ta zgjidhni? Po flasim për përvojat tuaja për gjatë këtij viti shkollor, duke qenë se të tretë jeni nga shtatori kryetar klasa, apo? Po. E tash ka mbetur pak muaj ta themi në përfundim të vitit. Evelina besoj që tash ka fundi ka filluar të mendoj edhe se çka do shkoj në shkollimin vazhdim, shkollë të mesme, apo? Po. A ke pasur ndonjë problem që është dashur ta zgjedhësh si kryetare e klasës, para se të kaloj ta themi në nivelin kujdestare, pastaj tek udhëheqësia e shkollës? Mas pari, kur bëhet ndonjë problem, ose problemet më mëdha nuk ka pas, prej klasës 6, por nuk ka pas asnjë problem të madh. Diçka që konkret e vogël, kemi bashkëbisedu edhe kemi zgjedh pak vetë, po zakonisht shumicën e rasteve pra flas me kujdestarin e klasës edhe zgjidhem së bashku. Kjo mënyra më e mirë për mua. Për me zgjedhni problem. Sa vajza dhe sa djem jeni brenda klasës? Jemi 9 vajza edhe 7 djem. Dominojnë vajzat, pra. Erona? Gjithashtu dominojnë vajzat të këni. Në klasën? Në 8. Ashtu edhe të kënd dominojnë vajzat, janë 12 vajza dhe djem. Sa i përket problemeve që ishte pyetja, a keni pasur ndonjë problem cilin është dashur që ta zgjidhni ju para se të kaloj tek kujdestarja? Ose kujdestari në këtë rast? Nuk ka pasur ndonjë problem. Nuk ka pasur. Adi? Cili është problemi më i madh që keni bërë si klasë? Filloj me Loris. Problemi më i madh. A ju lejohet me i përdor telefona në shkollë? Jo. A ka pasur ndonjë rast që dikush e ka pas telefonin? Po. Ta them edhe kjo është një problem në shkolla, po, sepse nxënësit gjatë procesit mësimor nuk lejohen që të përdorin telefona. Këtu ndoshta për këtë pjesë Adia e kishte pyetjen, kështu që besoj që secila klasë ka. Tash mos bëhemi edhe aq ta quaj nxënës cilët po mundohemi vetëm anët pozitive të tregojmë, sepse e dim që ndodhin raste të tilla, apo. Kështu që ky është një ndër to. Çfarë mund të ketë tjetër? Ndoshta ka raste kur shoqet ose shok mes vete ngatrohen për diçka, apo? Këtu e në raste, a keni pasur diçka konkrete e cila ka ndodhur në klasën e juaj? Ta themi tash sfundi, se ndoshta për ato që kanë kalu, ndoshta dhe i keni harru, ka ndalë nga mendja juaj. Ka ndodhur, jo problemet mëdha, po problemet vogla si çdo klasë, ka ndodhur ndonjëherë me bash zhurëm, ose me marrë telefonin ja dorëzojmë kujdestarës, edhe në shumicën e rasteve pra nuk e merr kërkush telefonin. Nuk ka problemet mëdha. Nuk ka. Loris? Ashtu edhe tek ne me telefon ka ndodhur një herë, por ja ka dorëzuar kujdestarës që ajo t'ja mbaj. Vetëm e kemi një problem që e kemi prishur një herë shpuzën, e cila e fshin tabelin, por na ka mbuar E keni rregulluar problem. Erona? Gjithashtu tek ne nuk ka pas domethënë ai problem që nuk ka zgjidhje, ka pas çdo problem zgjidhje, dhe si për shembull tek telefonat, ai domethënë nëse ju ka vyt mas procesit mësimor, domethënë fillim me shku dikon, e ka lënë tek kujdestarja e klasës, edhe mas procesit mësimor e ka marrë telefonin. E ka marrë telefonin. Mirë. Unë e di që në shkollë keni një obor shumë të madh, keni fushën e sportit. Sa jeni aktiv në sport ju? A ju pëlqen sporti? Cilat janë sportet që më shumë preferoni ju dy vajzat?
Sepse për Lorisin e di që është futbolli, apo? Kisha thënë volejbolli. Volejbolli. Po. Edhe për shembull për tek, domethënë, mas na pëlqen neve volejbolli, na për shembull në stinën e dimrit kemi qef edhe në atë stinë me lujt, domethënë volejboll. Me dalë jashtë. Po, edhe po nuk na bën mundësit sepse ka domethënë rreshje shiu, edhe nuk e kena sallën e sportit. Domethënë ajo është domethënë mangësia tek ne. A do të kishte qenë si kërkesë e juaja drejtuar drejtorisë arsimit komunën në Istogut që ta ndërtojë një fushë sporti që ta keni mundësinë edhe gjatë dimrit? Ka kërkesat e vazhdueshme, po përpresim domethënë përgjigje për ty na. Loris? Gjithashtu, për mua më pëlqen sporti i futbollit, jam aktiv edhe në ditët e përditshme, jam i cili luaj futboll shumë, ushtroj edhe në klubin Istogut 03, që kam trajner shumë të nderuar dhe të respektuar në Elvis Bicaj, po gjithashtu edhe unë kam kërkesë që ta ndërtoj një sallë të sportit, sepse gjatë stinës së dimrit, kur kemi rreshje atmosferike, rreshje shiu, ne jemi të detyruar që të rrim brenda objektit. Të normalisht kjo është e drejtë e juaja që të kërkoni të keni kushtet e nevojshme për të realizuar procesin mësimor, në këtë rast edukatën fizike. Duke qenë se je futbollist ta quajmë, sepse po shkon edhe po luan në një klub, a mundesh më tregu për përvojën tënde në atë klub? A ke ndonjë nxënës me cilin ndoshta je në shkollë dhe shkoni bashkë ushtroni, stërviteni, apo je vetëm nxënës të shkollave të tjera? Po shkoj me ta, janë në shkollën tonë, por ata janë gjenerat me modhe dhe nuk ushtrojnë bashkë gjatë stërvitjes. A ke luajtur ndonjëherë në ndonjë ndeshje bashkë me ndonjë ekip tjetër? Po. A ke pësuar humbje ndonjëherë? Kemi pësuar ndonjëherë humbje, por shumicën e rasteve kemi fitore. Kur humbni, cila është gjëja e parë që i thoni vetes? Gjëja e parë i thona që qysh mujtë me bë këto që me hub, po dosht me luajtë më mirë. Duheni me qenë me të organizuar ndoshta si ekip kur të humbni, sepse ndikojnë shumë faktorë ndonjëherë. Erblina? Për mu, sporti jam e preferum është basketbolli. Më pëlqen basketbolli për shkak se është një sport ekipor dhe më bën që me mendu ma shpejt për me vepru. Gjithashtu edhe unë jam edhe sekretare në Asamblejnë Komunale të Fëmijëve, kam bë kërkesë për sallën e sportit, ende nuk kam përgjigje, edhe drejtoria e shkollës ka vepruar njëjtë, por që shpresoj që në të ardhmen ka me ndërtu ajo sot. Shpresoj edhe ne sepse ajo është më se nevojshme. Adeja, ke pyetje? Përveç sportit a luani ndonjë instrument? Po, luajmë edhe me instrumente. Instrumentet i kemi mësu fol arsimtarës muzikës, Vanessa Nimona, i cilën e përshëndes shumë. Na ka ushtru instrumentet ndryshme, di me i ra kitarës pak. Gjithashtu kemi ushtruar me qifteli, me blok flaut e me instrumentet ndryshme. Loris? Po ashtu dhe unë di ti bi instrumentet e blok flautës, po për shkak që e cila na ka mësuar arsimtarja Vanessa Nimonaj, por ne kemi ende për të mësuar instrumentet e tjera, por jemi ende në klasën e 6 dhe deri me ta ne kemi... Ju pret një rrugë për para juve. Eruna? Po, shtoj unë e di mirë, do më thamë, blok flautës edhe qiftelis. Cili për këtyre instrumenteve ju ka tërhek më shumëti, edhe a mendoni që mësimdhënësi muzikës mundet me ndiku që ju në tarmen me përzgjedh shkollimin e mesëm pikërisht muzikën? Do më thënë, instrument që më ka bë mas shumë për shtypje, do më thënë, është qiftelia, që ka një kulturë të vjetër shqiptare kombëtare. Do më thënë, më pëlqen si instrument. Është instrument tradicional. Po, tradicional. Erblina? Për mu, instrumenti ma i preferuar është kitarja, por qiftelia ka vendin e vetë, ajo është na përfaqëson neve një farë forme si shqiptar. A mendon ndoshta të ardhmen me qenë një muzikante, apo jo? Jo, në këto du me rujtë si hobby. Në jetën e përdeshme me përdorë ndonjëherë qiftelin ose kitarën, ama si profesion ju. Loris? Unë deri me tani kam mësuar vetëm me blok flaut dhe me pëlqen shumë, por qiftelia është një instrument i cili na përfaqëson si shqiptar. Edhe a ke dëshirë me mësuar të ardhmen?
Po. Ke dëshirë. Adi? Përveç aktiviteteve mbrapa shkollore, a keni ndonjë aktivitet jashtë-shkollore? Po, kemi marrë pjesë në aktivitete jashtë-kurrikulare, ndryshme si në shkencë, kemi marrë pjesë edhe në sport, edhe në vallëzim. Në shkencë kemi marrë pjesë në garat e fizikës, kemi marrë pjesë në garat e matematikës, ku kemi tregu rezultat shkëlqyshëm në këto gara, si në nivel komunal, po edhe në nivel shtetëror. Pjesë e këtyre garave kam qenë edhe unë, ku kam marrë pjesë edhe si në cilësinë e talentës në garat e fizikës. Në garë matematikës e kam zonë vendin e dytë, në klasën e 6. Shkencat natyrore, pas keme vazhdo shkollimin, apo? Edhe në klasën e 7 kam zonë vendin e parë, në garat matematikës, në garat fizikës, si në cilësi talentës, në klasën e 7, ku kam garu me nxënësat klasës 9, kam zonë vendin e 3, ndërsa në klasën e 8 e kam zonë vendin e parë. Ka qenë kënaqësia ime shumë për me marrë pjesë në të gara dhe gjithashtu përveç meje kanë tregu rezultate dhe shumë nxënësa tjerë, ku në këtë vete kemi nxënë vendin e 3 në gara shtetërore të fizikës nga një nxënëse e klasës 7. Edhe në vite tjera, edhe të mëhershme, kemi pas rezultate të shkëlqyshme në këto gara. Po gjithashtu edhe në garat sportit, edhe në vallëzim, kemi tregu rezultate në performancë të mahnitshme, si shkollë. E tregove që keni marrë pjesë në përgarat të ndryshme, por ku kanë qenë garat më të shpeshta që keni pas? Në arte, apo në shkenca? Apo në sport? Në arte kësha thonë, se do më thonë, herë pas herë do më thonë bëhen garat e sportit, si volleyball, do më thonë që handball, po që shtyën, do më thonë që garojnë shkolla me shkollën, vajzat me shkollës tjetër me vajzat e në shkollës tjetër, edhe qështu. Gjyris? Po ashtu dhe ne, se shkollë kemi marrë pjesë në shumë gara, për vete ka marrë pjesë vetëm në sport, në futbol, në garat e futbolit me shkolla, por ende në ka pas shkëndësore, gara shkëndësore për klasën e 6 dhe shpresoj që në klasën e 7 të marrë pjesë. Po tregoni që edhe në fshat mund të arrijnë suksese. Normalisht që mund të arrijnë suksese, por ndoshta ta themi nuk është sikur të shkollosh në qytet. Pse nuk është? Sepse mundësitë janë akoma më të mëdha. Ju jeni shumë të aftë, por ndoshta mundësitë që mund t'i kenë nxënësit e tjerë, të cilët jetojnë në qytet, nuk i keni. Duke qenë se krijon shumë gara, ka shumë festivale, edhe mundësia për të marrë pjesë ndoshta mund të jetë edhe jashtë shkollës. A mundeni me më tregu cilat mund të jenë sipas jush mangësitë që mundet me i pas shkollimin në fshat? Gjoris, sipas teje, a ka ndonjë mangësi fakti që ti shkollosh në fshat? Mendoj që ju edhe mendoj që shkollimi në fshat do të na përgatit shumë mirë për të ardhmen. Do t'ju përgatit për të ardhmen. A mendoni që fëmijët që shkollohen në fshat janë fëmijë më luftarak sesa ata cilët ndoshta i kanë gjitha mundësitë, sepse fakti që nuk i ke të gjitha mundësitë bën që të luftosh akoma më shumë. Ti je ndoshta më ambicioz. A mendoni kështu? Po. Cila aktivitet ju pëlqen më së shumti që i keni bërë deri tani? Sa i përket aktiviteteve, kemi marrë, si që cika edhe ma herët, kemi marrë pjesë edhe në aktivitete jashtë-kurrikulare, jashtë shkollës, por gjithashtu edhe brenda shkollës, kemi pas organizime të aktiviteteve të ndryshme, ku aktivitetet sportive janë më të mirat, pra për gjithë nxënësat janë më le të themi ma pak sfiduese për shkak se është punë ekipore ma shumë, ama është më atraktive. Gjyris? Edhe mendoj ashtu që me preferuar ime është garat e sportit, sepse mund të jetë më atraktive dhe me pëlqen më shumë. Luna? Po është, do më thonë, si të artës, si të shkencat, cilat do, na, do më thonë, mund në zhvillojmë, edhe pse jemi shkollë e vogël, kemi vlerat të larta. A ka diçka që do të ndryshoni në shkollën tuaj?
Çfarë do të qoftë ajo? A ka diçka që ju e thuani pse kjo është kështu? A ka diçka që dëshironi me ndryshu? Qoftë për mësimdhënësa, qoftë për objektin, qoftë për çka do qoftë në fshatin tuaj, në shkollën që e keni? Çka do të ndryshoja në shkollën tonë është që të ketë mjete më shumë për të zhvilluar anën praktike, për shkak se kur mishrohen ana teorike dhe ana praktike, atëherë mësimi është më cilësor. Për fat mirë, në fakt, ana teorike është në rregull në shkollën tonë, por që ana praktike mungon më shumë, domethënë bëhet shumë pak, për shkak të mungesës së mjeteve edhe mjeteve ju cilësore, ju moderne, sidomos atyre teknologjike. E përmendë teknologjike, a ka në ndonjë lëndë tjetër që keni nevojë për ta themi mjete që ju nevojiten shumë, por fakti që nuk i keni ndoshta pamundson që ju ti mësoni në praktik ato çka i dini në teori, sepse ndonjëherë teoria dhe praktika dinë me qenë shumë ndryshe njëra tjetrës. Po i kemi në lëndët shkencore si që janë kimia, fizika, mungojnë disa mjete, edhe s'mundojmë me zhvillu ndonjë reakcion kimik për shkak të mungesës së tyre. Lores, çka kishte ndryshu? Po ashtu dhënë si parafolësi Arablina, do të kisha ndryshu nëse të kisha mundësi mjetet, sepse bazë që teknologjia është zhvilluar shumë edhe mjetet e cilat ne i kemi pasur, tani më jenë me mbrapa me ato të sodit. Nuk janë më të avancuara. Gjithashtu e kisha bë domethënë digitalizimin në shkollë është domethënë pjesërisht, po nuk është aktive. U ndalet tek digitalizimi, a funksionon ndonjë klasë në këtë formë tek ju apo jo? Po, domethënë tek ne pjesërisht, domethënë tek disa është teoria, të disa nga ana praktike, që domethënë na shfaqen në projektor. A duhet ndonjëherë që të ndroni klasë, që të keni mundësinë edhe jo të mësoni ndoshta në formë digjitale? Në disa klasë po, se nuk ka televizione, po tek ne në klasë nuk kemi nevojë, domethënë, por për shembull kur doja më shku te informatika, e kemi domethënë kabinetin e informatikës, edhe shkojmë, edhe domethënë hapim emaila, ç'më hapë kësi. E so kabineti janë shkollën tuaj? 3. Kabineti i muzikës? Po, i 4, i muzikës, i kimis, biologjisë edhe informatikës. 4 kabinete. A mendoni që shkolla në fshat ju përgatit mirë për të ardhmen? Kjo varet edhe prej marrëdhënies cilët ne kemi me mësimdhënësa. Shkolla në fshat na përgatit mirë për të ardhmen, na bën që të përballemi më shumë me sfida gjatë jetës. Gjithashtu edhe mësimdhënësa të luajnë rol shumë të madh, ku na kemi fatin që kemi mësimdhënësa të cilët na përgatitin neve jo vetëm për jetën profesionale, por edhe për jetën personale. Pra na konsiderojnë jo vetëm si nxënësa, por edhe si fëmijë tyre, edhe na japin këshilla të vazhdueshme. Lirik? Po ashtu edhe unë, sepse nëse ne jena të interesuar dhe i kena mësimdhënëse të cilët e janë të afruar me ne, ne do të arrijmë ata që ne dojmë të arrijmë në të ardhmen. Po, sepse tek domethënë kur ka numër më pak nxënësve, arsimtari ose mësuese është më i afërt me nxënësa, se për shembull tek shkolla tjera ku ka në qytet për shembull, kemi domethënë ka për mbi 30 ose 40 nxënës të një klase, edhe ora është 45 minuta, edhe nuk ka për shembull fiqe shpjegojmë mësimin, bëjnë domethënë nuk janë të koncentruar, ç'më thon, ka shumë nxënësa. Sepse numri i madh i nxënësave ndoshta krijon zhurmë, sepse ka disa nxënës që janë pak më hiperaktiv edhe flasin me zvete dhe krijohet zhurmë që nuk arrin ndoshta të gjithë të mësojnë. Edhe për mësimdhënësat është më vështirë sepse nuk kanë hapësira për të gjithë nxënësit që t'ju mundsojnë. Zakonisht kur nxënësit mësojnë në formë grupore, është e pamundur që mësimdhënësi ta ketë mundësinë
që të shkoj tek secili edhe ndoshta ta testoj a ka mësuar njësinë cilën është shpjeguar apo jo, sepse koha e cila është për një orë mësimore ndoshta nuk lejon mësimdhënësin që të merret me secilin individualisht. Këto po flasim për nxënësit të cilët janë në një numër shumë të madh në klasa, por kur jemi tek një numër i vogël i nxënësave, normalisht që koha mjafton për secilin, edhe ata të cilët ndoshta nuk kanë arritë që me mësu njësinë mësimore, atëherë mësimdhënësi mund ta ketë mundësinë që ta ripërsëris prapë derisa ndoshta të gjejë ndonjë formë ose metodë tjetër për të arritur informacioni tek nxënësit. E përmende Erblina marrëdhënien ose raportin nxënës mësimdhënës, që është shumë i rëndësishëm sidomos tek nxënësit sepse mund të ndikojë që ardhmja e tyre ndoshta të marrë një kohje tjetër, qoftë për të mirë apo për të keq. Po flasim për ty. A ke ndonjë mësimdhënës i cili ka ndikuar që ti zhvillohesh, ta quaj më shumë tek lëndët natyrore, edhe të vendosësh të shkosh në shkollimin shkencat natyrore sot? Po, mësimdhënësat në përgjithësi janë na shpjegojnë mirë, do me thonë, e japin maksimumin e tyne që ne jemi kuptu gjonat, edhe mësimdhënësat e shkencave natyrore janë kanë një pjesë e ndikimit me përzgjedhun e këtë drejtim, por që edhe vetë ka pëlqy prej fillimit të arsimimit, shkencat natyrore, matematika, këtu e në konë një për preferumeve të mia. Edhe pse është ende herët, ta themi duke qenë se i donë shkencat natyrore, a ke menduar të ardhmen cilë do t'jetë drejtimi përfundimtar, ta quajmë me cilin do të vazhdosh ti? Apo ende s'ke vendos diçka? Ose ndoshta ke disa opsione? Nuk kam vendos definitivisht, për shkak se ka edhe do vite ku, por që mendoj që programimi është një prej opsioneve që i ke. Loris, edhe pse në klasën e 6, besoj që mësimdhënësat ndikojnë, t'japin orientim në ndonjë drejtim. Ashtu edhe të kënë kam ndikuar mësimdhënësat, po kemë varet edhe prej që shme thonë dëshirës të nxënësit që aji dënë më shku për atë drejtim, për shembull, sepse edhe mua me pëlqejnë këto lëndë si matematika dhe dua që të arrij me tu diçka në jetë. Irona? Po, ma shumë jam ka shkencat natyrore, do më thonë në të ardhme nëse më kish arë qëto, do më thonë, unë film vetë, unë kësha thonë për mjekësi. A ka ndonjë drejtim të caktuar që e don tek mjekësia, sepse ka disa dikë të ndryshme? Ka, për shembull, dermatologe. Pëlqen? Po. Pëlqen u marrë me lëkurën. Po flasim edhe diçka tjetër, por pyetjen kësaj radhe do ta bëja Dia. Po, cila lëndë ju pëlqen më së shumti te një arsimtar? Lëndat të cilat më pëlqen të një arsimtar, kisha thonë, cilën e bën orën më të është s'më mi do se krejt, më thonë, japi maksimumin e tyne për më të mirën tonë. Por besoj që ka ndonjë lëndë e cila të pëlqen pak më shumë, sepse të gjithë e kemi. Ndoshta jo vetëm një, por 2 ose 3 lëndë kemi, secili që ndoshta e presim me shumë gëzim. Unë e di që janë 3 kryesore që gjithmonë i kanë pasur nxënësat: edukata fizike, arti figurativ dhe lënda e muzikës. Po përveç këtyre të trijave, a ka ndonjë lëndë tjetër që pritni me shumë dëshirë ose gëzim, ta quajmë kështu? Kisha thënë gjuhë angleze. Gjuhë angleze të pëlqen. Loris? Për mu, me së shumë ti që i pres me dëshirë është edukata fizike, matematika, fizika dhe historia. Janë lëndët të cilat me pëlqejnë gjatë orës, po ashtu dhe mësimdhënëse dhe mësimdhënëset e këtyre lëndëve janë shumë të mirë dhe shumë të sjellshëm ndaj neve. A mendoni që mësimdhënësit mund të jenë një faktor kryesor që ju e doni një lëndë caktuar? Po mund të jenë. Erblina, për pyetjen më herët që cila është lënda jote e preferuar?
Ma shumë pëlqejnë lëndë natyrore, pra shkencat natyrores, por matematika është një prej lëndëve cila bën pjesë në gjithat lëndët tjera natyrore, në fizikë, në kimi, pra që kisha mendu që matematika është lënda e me preferuar. Çfarë mësimi apo provoja do t'ju ndani me të tjerët nga shkolla juaj? Kemi arritur sukseset të mëdha, edhe kjo krejt është arritur fal punës, përkushtimit dhe disiplinës së nxënësve edhe mësimdhënësve, por gjithashtu edhe prindrit janë ata cilët i kanë përkrah. Pra kjo është një përvojë pozitive, cila më ka bërë që me mësu shumë që në jetën tënde të përditshme të kem vullnet, të kem disiplinë edhe të bashkëpunoj me tjerët. Po kanë ndikuar edhe mësimdhënësit, si për shembull nëse ne sillemi mirë me mësimdhënësit, ata patjetër që të na kthejnë me të mirë dhe do të kemi një afërsi mes njëri tjetrit. Po, domethënë mësimdhënësit e japin maksimumin për neve që të kemi të arritura në të ardhmen. Edhe për përmendim mësimdhënësat, ju jeni nxënësit, prindrit i përmendet. Unë mendoj që pa qenë ky trekëndshi mësimdhënës, nxënës edhe prind, asnjëherë asnjë arritje nuk do t'jetë e mundur, sepse të gjithë kontribojnë nga pak në këtë pjesë. Ju jeni nxënës, cilët sot keni folur për tema të ndryshme ta quaj, sepse nuk mund t'ju kemi shumë shpesh në studiot tona, kështu që normalisht që duhet që çdo gjë që ju e mësoni, përvoja që i keni t'i ndoni bashkë me të tjerët edhe tjerë të dëgjojnë, edhe pse jo ndoshta ndonjë kërkesë juaja të realizohet edhe ju të keni mundësinë që ato ta quajmë kushtet infrastrukturore t'i keni të plotësuara për zhvillimin e mësimit në formën si duhet. A keni ndonjë mesazh apo ndonjë kërkesë cilën dëshironi ta adresoni përmes emisionit Bota Jonë? Ose mund t'i bëni dy jatë, edhe mund të keni kërkesë edhe mesazh. Një mesazh për gjithë nxënësit është që të kenë vullnet edhe të punojnë shumë, edhe të kenë gjithashtu edhe disiplinë dhe me këto të reja munden me arrit çdo sukses. Edhe një kërkesë është që i drejtohem DK-së i Stugut që të ndërtohet salla e sportit. Ashtu edhe unë kam një mesazhe që dua t'ju them fëmijëve të cilët e ndjekin këtë emision, pavarësisht që ku jetojnë vend banimit, në fshat apo qytet, mos u dorëzoni asnjëherë, pavarësisht sfidave në jetë, ulje ngritje, mos u dorëzoni, sepse ata që doni të arrini në jetë me punë, përkushtim dhe disiplinë do të arrini. Unë kisha pas një mesazh për gjithë fëmijët që na shikojnë, që nuk, domethënë, nuk ka rëndësi që ku jeni, në çfarë shkolle jeni, në qytet apo në fshat, çfarë doni ta bëni, vazhdoni ta bëni edhe mos t'ju ndalë asgjë. Edhe besoni shumë në vete, sepse gjithçka është realizueshme, apo? Me këto fjalë kaq të mira, me kërkesën tënde që shpresoj që të realizohet shumë shpejt, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Bota Jonë. Unë e shijova shumë këtë bashkëbisedim me juve, shpresoj që ju keni kaluar mirë sepse kishim pak emocione në fillimin e emisionit, por besoj që tash po ndjeni pak më mirë, apo? Kanë kalu. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Të dashur miq, kaq kishim përgatitur sot për emisionin Bota Jonë. Nga ana ime ju them kalofshit një vikend sa më të mirë, një fillim jave të mirë, me shumë energji pozitive dhe me shumë punë, angazhim dhe përkushtim maksimal. Adia, besoj që ka diçka për fund. Po, ishte kënaqësi që ishit sot me ne dhe shpresoj që të kaloni mirë.